Jemi duke punoni me një program të avancum, lidhave që ka një program mjaft të bukur që ka prezantuar në shkurt, po jam mundu tash mi futë disa gjëra tjera. Programi është i ndonë dikon në 5 shtylla konkrete. Shtylla e parë është diçka që në gjuhën angleze quhet One Government, një qeveri digjitale, çka do të thonë kjo që qeveria dhe gjitha institucionet me pas një mundësi komunikimin mes njëna tjetrës. Dhe me thonë, informacat që janë brenda të qytetarëve duhet me qenë të hapuna edhe të njohura për qeverinë. Një qytetar duhet me pa qeverinë si vend i cila nuk ja humb kohën, po ja kursen kohën gjatë jetës së tij edhe i mundson atij që më marr me punë që ai me merret edhe është vetëm mënyrë që më zhvillu ekonomikisht vendi. Shtylla e dytë ka më qenë ngritjet e kapaciteteve të ICT-s në Kosovë. Kur po them ngritje kapacitete, nuk po mendoj vetëm me zhvillu inxhinierë ose programera, po duhet më ngrit kapacitet në aspekt të gjithëmbarshëm të shtetit. Shtylla e tretë është edhe i kom ndarë në 2 shtylla, pse munden me qenë pjesë e shtyllës parë, është digitalizimi i shëndetësisë dhe arsimit, kjo është shtylla e tretë dhe shtylla e katërt, sepse për Kosovën edhe mendoj për cilindo shtet normal që ka synime për qenë pjesë e shteteve perëndimore, shëndetësia dhe arsimi janë ato bazat e mbi cilat ndërtohet ai vend. Edhe shtylla e 5 dhe e fundit, po gjithashtu ndoshta më të rëndësishme që i prek direkt edhe industrinë ICT-s të është diçka që unë po them Kosova digjitale në botë, po s'është më rëndësi emri, ideja është që punojmë sa më shumë që Kosova të njihet në për të gjitha platformat e mëdha botërore, kompanitë me mujtë me i monetizu shërbimet e tyne, produktet e tyne, kompanitë ndërkombëtare me e njoft Kosovën si shtet,